Të nderuar xhamatli, të nderuar të pranishëm, lexuam disa prej ajeteve të surës An-Nazi'at, suraja 79 në mushafin e regjistruar nga Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sura e madhe e cila i ka zbrit pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, që ti rregullon disa prej perceptimeve të kota të cilat i jetonin njerëzit në atë botë. Andaj besimtari duhet që vazhdimisht ta freskon imanin e tij, ta meremeton gabimin e tij, ta rregullon çështjen e tij në raportin me Zotin e vet xhelel xhelaluhu. Sa i përket çështjes së Kur'anit dhe mësimit të gjërave nga Kur'ani, dietarët e muslimanëve kanë përmendur në libra të shumta një çështje shumë e rëndësishme, e cila duhet të jetë në praninë tonë. Zoti jon te bareke ve teala çdo send në udhëzimin e asaj i ka caktuar sebepe. Çdo send në udhëzimin e saj i ka caktuar sebepe. Tokës si funksionon i ka caktuar sebepe. Qiellit si funksionon i ka caktuar sebepe. Diellit si funksionon i ka caktuar sebepe. Shpendëve si funksionojnë i ka caktuar sebepe. Kafshëve të buta dhe të egra i ka caktuar sebepe. Pra Zoti jon xhelalu ala i ka caktuar sebepe, u ka regjistruar në qenjen e tyre, në shpirtin e tyre, në fizikën e tyre, si me udhtue, si me rrugtue. Porse është e vetmja krijesë njeri, është e vetmja absolut krijesë njeri, që Zoti jon xhelalu xhelaluhu udhëzimin e njeriut e ka veçu me fjalët e veta. E ka veçu me fjalët e veta. Pra Zoti jon xhelalu ala kafshën kur e ka drejtu, ja ka instalu mrenda. Pra kafshën nuk ju ka qu Kur'an. Shpendëve s'ju ka qu Kur'an. Nuk ju ka qu Kur'an. Tokës nuk i ka qu Kur'an. Qiellit nuk i ka qu Kur'an. Kujt i ka qu Kur'an? Njeriu. Andaj tha Allahu xhelalu xhelaluhu: "Wa laqad karramna bani Adama." Neve kemi nderu bijtë e Ademit. Çka do të thonë nderimi? Nderimi dhe privilegji që ja ka dhënë Allahu xhelalu ala njeriu është se ja ka zbrit fjalën e vet. Çish ta kuptojmë këta? Pra Zoti jon nga mesi i gjitha krijesave, nga mesi miliona, miliarda krijesave që i ka krijuar, po i thot njeriu ty ka me të udhëzu une drejt për drejt. Kjo është privilegj i madh. Andaj na e ka bë fjalën e tij mundësi lidhje me vet ata. Andaj tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, kur robit lidhet namaz, flet me Zotin e vet. Çish flet me Zotin e vet? Nëpërmjet fjalëve të tij. Të nderuar vëllezër, kafshët çish i bajnë adhurim Zotit? Dietarët kanë diskutime të shumta, por rrumbullak është se kafsha i bën adhurim Zotit të luaj çat rolin e vet. Të hangër çat ushimin e vet edhe me ja mundësua njeriu me pas levërdi për saj. Që kjo është adhurimi që ja bën Zotit vet xhelel xhelaluhu. Por se njeriu që ja bën Allahu xhelel xhelaluhu, do të më thonë elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Këto fjalë kush i ka thonë? Zoti jon xhelel xhelaluhu. Andaj pri privilegjeve më të mëdha është që njeriu udhëzohet, drejtohet, merremetohet me fjalë Zotit te bareke ve teala. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka cek shpesh tek njerëzit këtë begatit Zotit xhelel xhelaluhu. Zotit te bareke ve teala, derisa ka thënë alaihi salatu wassalam, Zoti jon në xhennet do t'ju lexon banorëve të xhennetit vetë Kur'an, nga ai Kur'an me të cilin është adhuruar në këtë botë. Andaj nuk ka më të madh se Kur'ani. Por fatkeqësisht është libri më pak i lexuar. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve u ngushtu, aq pak e lexonin Kur'anin. Njerëzit tha një fjalë të cilën Zoti jon xhelalu ala ja regjistroi në Kur'an. Ai u anku. I arkeq, pse njerëzit s'përvlerësojnë Kur'anin? Pse njerëzit nuk lexojnë Kur'anin? Zoti jon xhelalu ala ja regjistroi atë fjalë, kanë thënë dietarët, që çdo kush i cili e braktis leximin e Kur'anit, dëgjimin e Kur'anit, mësimin e Kur'anit, ta dije se deri ditë kiametit ankesën e pejgamberit e ka të regjistruar te Zoti vet.
Çdo kush i cili e praktikon Kur'anin, nuk mirret me Kur'an, Allahu e ka regjistruar ankesën e pejgamberit vet në Kur'an. Pra pejgamberi jon ankohet për sicilit i cili nuk e vlerëson Kur'anin, ankohet te Zoti vet. A mu anku pejgamberit i Zoti vet o rrezik? Mu anku Muhamedi alayhi salatu selam te Zoti vet, pini punë o rrezik? Fëmia kur ankohet te baba, fëmia kur ankohet te dikush më i madh, edhe ai i cili është bën zullum kur të ankohet te Zoti o rrezik. Ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, mes atij i cili është bën zullum, i kanë bën padrejti dhe Allahut s'ka perde. Për ai i cili është shtypt, kur ti çoje durt ka Zoti xhelel xhelalu pi dikujna, mi thonë o Zot filani më ka bën zullum. Nëse është i vërtet zullumi, s'ka mes Allahut perde. Andaj janë tu derisa ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur e ka dërguar një shok prej shokëve të tij diku në davet, i ka thonë ruju mos baje dikush dua i shtypt. Si tjetë i shtyp ruju, pse? Nga se me Allahun i ka dyrë qelë. E para me ndoni me ba dua pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, mu ankue. Çka u ankue? Qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Tha o Zoti jem, këtë Kur'an populli jem e ka morë diçka si pa vlerë. Kur'an s'pi kushtoj rëndësi. Çdo se një njeriu i kushtoj rëndësi. Çka të bleje e lexon me njëherë aty? Udhëzimin, përdorimin. Çka të bleje interesohet, lyp. Por kur vjen puna te Zoti jon, kur vjen puna te Kur'ani jon, kur vjen puna te hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, neve na gjen Zoti jon xhelala më indiferentët. S'kena vakt për çdo sen. Ekstremat. Andaj udhëzimi i njeriu nëpërmjet Kur'anit është vetë privilegji i njeriu. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na përmendi se ai i cili lexon Kur'anin edhe s'ne çet rrjedhshëm, s'ne lexon rrjedhshëm, po mundohet. Pejgamberi sa më përmendi edhe se alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'u fihi. Çfarë do të thonë yatata'ta? Vështirësi ka se ne lexon. Çka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ai ka dy shpërblime. Shpërblimin e parë që të lexoj. Dhe shpërblimin e dytë që nuk e le edhe pse nuk mundet me lexuar rrjedhshëm. Por pejgamberi nuk tha ti pse s'mundesh me lexuar, mos e lexoj. Lexoje. Është fjalë e Zotit. Kush do mu afru me Zotin te bareke ve teala. A do të ndëruar lexor ta mormi porosi që leximi i librit Zotit xhelel xhelaluhu nuk duhet me ngel te neve çështja tretësore, katërsore, e pesta, e gjashta, e dhjeta te dikush te 1 milion ta. Po duhet ta mormi parsore. Nuk ka më të madh se libri Allahu te bareke ve teala. Zoti jon te bareke ve teala kur e ka përmend insanin, e ka parapri Kur'anin. Ka thënë Allahu xhelal në Kur'an, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan. Ka thënë Allahu xhelal në surë Rahman, Rahmani, Allahu xhelal xhelaluhu, i cili e ka mësu Kur'anin, khalaqa al-insan, edhe e ka kriju njeriu. Dietarët kanë thënë, a insani o kriju njëherë, a Kur'ani ka zbrit insani. Ka zbrit insani, pastaj i zbrit Kur'ani. Pse Allahu e nxjerri Kur'ani përpara njeriut? Sepse njeriu nëse nuk mirët me fjalët e Zotit vet, nëse nuk i kushton rëndësi këtij Kur'ani, e hub këtë vlerën që e ka te Zoti vet te bareke ve teala. Ne elusmi Allahu xhellahu ala, që Allahu të na kthen në vlerësimin e librit të Zotit. Elusmi Allahu te bareke ve teala, që Allahu të na ban bartës dhe dashamir të librit Allahu te bareke ve teala. Elusmi Allahu xhellahu xhelalu se Zoti jon te bareke ve teala e vlatët ton, familjet e tona ta duan Kur'anin dhe librin e Zotit xhelel xhelaluhu. Elusmi Allahu xhellahu ala, që Allahu te bareke ve teala na udhëzon në rrugën e drejtë me këtë Kur'an, na largon nga rruga e devijuar me këtë Kur'an. Elusmi Allahu te bareke ve teala, që Allahu xhelel xhelaluhu të ndriçon mendjet tona, kuptimet tona, perceptimet tona me këtë Kur'an.